duke qenë se unë e di shumë mirë dhe jam ndjeni që shoqëritë tregtare kanë shumë interes për këtë, sepse kjo ndodh zakonisht që vendoset sekuestro mbi aksionet e shoqërive tregtare. Çfarë të drejtash i pezullohen në këtë moment shoqërisë tregtare, në momentin që një përmbarim vendos sekuestro mbi aksionet? Atë me vendosjen sekuestros në QKB mbi aksionet e palës debitore, në mënyrë automatike ndalohet ketërsimi kuotave të palës debitore. Gjithashtu, duke qenë se po të të flasim këtu për shoqëritë tregtare, duke qenë se pala debitore është dhe aksioner dhe mund të kryej vendimarrjet të cilat e vendosin edhe shoqërinë në pozita mos paguese apo mos likuiditeti. Po. Me vendosjen e sekuestrës në QKB kufizohen edhe vendimarrjet që do sillnin pasojë mbi financat e shoqërisë. Kjo jo në çdo rast domethënë ka qenë efektive, por si rregull është një gjë që duhet zbatohet.